إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona të qofshin për Allahun krijuesin absolut. Atë e madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është pranues i pendimit, shlirës i mëkateve tona dhe mëshirues ndaj robërve të tij, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Të nderuar besimtar, një prej mirësive më të mëdha që Allahu Azza wa Jalla i adhuron robërve të tij është se kur ata bëjnë mëkate, Allahu nuk i turpron më njëherë. Nuk ja prish reputacionin e tyre, nuk ja ul nderin e tyre, mirëpo i afatizon, u jep kohë që të kthehen dhe të pendohen për mëkatet të cilat i kanë bërë. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Allahu thot, ai është që i fal mëkatet e robërve të tij dhe pranon pendimin prej tyre. Por çfarë bën mjeresh disa prej njerëzve mendje lehtë, atë që Allahu Azza wa Jall me të i ka mbuluar, atë vetë e zbulojnë këta njerëz. Transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. I gjithë ummeti im është i falur përveç atyre që i publikojnë mëkatet e tyre. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam tregon se kush janë këta njerëz të cilët i publikojnë metat e tyre, mëkatet e tyre të cilat i kanë bërë. Thot, wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amala. Që një person të bëjë ndonjë vepër, ndonjë mëkat gjatë natës, pastaj thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi. Kur zgjohet mëngjes pasi që Allahu e ka mbuluar, ai çfarë bën? Thot fe yaqulu ya fulan. I thot dikujt për njerëzve, o filan. Amiltu al-bariha kadha wa kadha. Kam vepruar mbrëm kështu e kështu. Fillon me i tregu të metat e tij, mëkatet e tij. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Ndërsa Allahu në mbrëmje ja mbuloi ato mëkatet e cilat i ka bërë, wa yusbihu yakshifu sitra Allahi an. Dhe ky vet i zbulon mëkatet e tij pa u turpruar. Të respektuar besimtar, sot jetojmë në një kohë ku shumë njerëz nuk rënohen më me vepra të mira. E heqe ma heq me adhurimet e cilat i bajnë, mirëpo krenohen me mëkatet e cilat i ekspozojnë, i plasojnë para të tjerëve pa fije turpi dhe nuk turprohen nga Allahu dhe as nga njerëzit. Sot gjejmë njerëz të cilët pa fije turpi e ekspozojnë mëkatin duke pirë alkohol. Disa të tjerë duke bërë imoralitet, Allah na ruaj. Disa të tjerë e fotografojnë dhe incizojnë veten mëkatin të cilin janë duke e bërë dhe e shfaqin në rrjetet sociale. E disa të tjerë mëkatet i kanë shndruar në humor dhe argëtim, ku argëtohen vetë dhe i argëtojnë të tjerët të cilët i shohin ato të meta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se të gjithë ne si njerëz që jemi nga ummeti i tij, jemi mëkatar.
dhe se dera për askë nuk mbyllet asnjëherë, dhe se çdo njeri do të jetë me premisa apo me pritje të cilat do t'ja mundsojnë me kërku faljen e Allahut të madhruar. Mirë po bën një përjashtim të frikshëm. E ky përjashtim është illa al-mujahirin. Vetëm ata të cilët i publikojnë tmetat e tyre vetë. Këta njerëz dalin nga ky përjashtim. Dhe sikur nuk janë të denjë ta meritojnë faljen e Allahut të madhruar. Për çfarë arsye këta njerëz të jenë përjashtues nga falja e Allahut të madhruar? Për shkak se këta njerëz fillimisht e kanë bën një mëkat dhe nuk janë dalur vetëm këtu. I kanë shkelur dispozitat e Allahut, normat që Zoti ka përcaktuar, tilke hududullahi fala ta'taduha. Këto janë kufit e Zotit, andaj mos i kaloni. Këta e kanë bërë këtë mëkat fillestar. Dhe jo vetëm kaq. Mirë po këta mëkatin e kanë bërë mburrje dhe krenari dhe e kanë hequr turpin i cili duhet të ekzistojë në zemrën e besimtarit në momentin kur i bën mëkat Allahut. Dhe këta janë shndruar në një model, në një shembull të keq, të cilët tentojnë për ta normalizuar mëkatin dhe tentojnë për të shndruar në modele që duhet ndjekur nga të tjerët. Në këtë ligjërat, më së shumti i referohemi, i drejtohemi të rive të cilët përdorin rrjetet sociale. Për shkak se si përdërues të tyre e dim se çfarë është duke u bërë në to, Allahu na ruaj neve dhe familjarët tonë, sidomos fëmijët e tanë të cilët janë të ekspozuar përpara një rreziku të madh. Meditoni thellë në një hadith të cilin do ta përmendi tani dhe dëgjoni me sytë e zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Kushdo që ja mbulon një vllau të tij, një muslimani, ja mbulon tmetat në këtë dynja, Allahu do t'ja mbulojë tmetat e atij në ditën, në botën e kësaj dynjaje dhe në ditën e gjykimit. Imagjinoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot neve si musliman, nuk duhesh ti të jesh prej atyre njerëzve të cilët tjerëve ja u publikojnë mëkatet, tjerëve ja përmendin mëkatet. E çfarë është muhabeti për neve, për vetvetet e tona? Që as nuk imagjinohet dhe njeri me logjik të shëndosh, mëkatin të cilin e bën nuk e ekspozon, nuk e publikon, mirë po turprohet se e ra dikun dhe Allahu e hoqi atë vlerë që ja ka dhënë atij njeriu dhe pastaj kyron në gjuna. Se po të jetë ky njeri i cili i shkel dispozitat e Allahut, me vlerë tek Zoti nuk ka mundësi me rshit këmbët e tij në mëkat. Mirë po ka një mangësi dikon që Allahu e ka zbrit nga niveli të cilën dikur e kishte. Allahu i madhruar ka thënë: "Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu", ata të cilët dëshirojnë që të përhapet immoraliteti mes besimtarëve. "Lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah." Këta njerëz i pret një ndëshkim i dhëmshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata të cilët dëshirojnë të shndrohen në modele gjunahçarësh, në modele të cilët i ekspozojnë para të tjerëve mëkatet e veta dhe pastaj të tjerët me ndje lehtë rrshasin në të njëjtin mëkat, këta njerëz, po thot Allahu, i pret një dënim i madh, një dënim i dhëmshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na ruaj. Nëse Allahu të ka mbuluar një gabim, nderuar besimtar, dije se kjo është nga mëshira e tij, po don me ta fatizu me irati pishmon. Kurse si mos e lexo mbulesën që Zoti ta ka qit për mëkatet e tua, mos e lexo se kjo është diçka që po të krijon siguri, nuk është siguri. Mirë po kjo është një afatizim. E ky afatizim do të skadoj. Mos lejo që Allahu me të turpru, me të shndruni një shembull të keq i cili nuk është shembulli ideal për të ndjekur. Mos e heqni mbulesën e Allahut që ka vendosur kundrejt mëkateve të juaja. Mos e shkatron nderin tënd me duart tua. Mos i ekspozon mëkatet sepse
kjo është nga turprimi që Allahu ja ka pa dikujt. Nuk është një vlerë e cila duhet të tërheq për të ndjekur pastaj njerëzit duke të lënë pëlqime të mëdha, duke të komentuar e duke u shndruar në një shembull që ndiqet. Ibrahimi alayhis salam e ka bërë një dua. E pjesë përbërëse e duave tona duhet të jetë edhe kjo dua të cilën ai e ka bërë. Allahu e ka regjistruar në Kur'an, ku Ibrahimi alayhis salam është lutur wala tukhzini yawma yub'athun, dhe mos pështro ditën kur do të rinjallën. Ditën kur ne kemi me dalë para Allahut, disa njerëz do të pështrohen. Si do të jetë pështrimi i tyre? Pështrimi i tyre është duke u vendosur njeriu përpara krijesave dhe do t'i përmenden veç e veç mëkatet e tij. E na do të me lutë Allahun që mos me na bë Zoti me përjetu një dënim të kthillë, se kjo është dënim i madh. Me të pështru Zoti para fëmijëve tu, me të pështru Zoti ditën e gjykimit para gruas tënde, me të pështru Zoti përpara njerëzve të cilët dikur të kanë dëgju, me të pështru Zoti përpara shoqërisë kur ti je shit burr i mirë, je shit njeri i fesë, je shit njeri i cili kanë bën me gjesht tjerë se kjo është ndryshe. E na do të me lutë Allahun që këto mëkatet e cilat sot po na mbulon këtë dynjë të mos na turproj me to ditën kur do të dalim përpara tij me dhënë llogari për këto vepra. E lutim Allahun që të na bëjë prej atyre të cilët lere që nuk i publikojnë mëkatet e tyre, mirë po mundohen që as njerëzit e afërm të mos i marrin vesh këto mëkate. E lutim Allahun që të na bëjë prej atyre të cilët i konsiderojnë mëkatet si diçka që qëndron mbi ta dhe gati është duke rënë për t'i zënë. Andaj sa më shpejt të pendohemi për to, të mbulohemi me mbulesën e Zotit që na ka dhënë dhe kurse si të mos ekspozohemi me mëkatet të cilat i bëjmë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.